Çfarë duhet me pas djali ose princi për më të marrë ty? Çka do të më pas? Po çish do të më ka një princ për ty? Do të më kanë shqiptar. Për shqiptar, po normal. Po normal, po në jetoj në Zvicër, për ta po tham. Po i kamera. Seriozisht? Po, më pëlqen. Edhe me qitë na përshpjavesh pjamë Po në more, jo, këto. po javnoj, s'ka problem, Seriozisht? po more. Cila është kanga, jena drejt për drejtash, cila është kanga e dasma në Tetovë, ose në Shkopi, Okej, cila është dasma, moje mikrofon, se jena drejt për drejt, okay. Cila është kanga juve e dasma që e bani çdo herë kur të merrni nuse? Cila kebe? Si kom harru. Cila kon? Cila është kanga që e bani çdo herë që e kënoni kur të bie nusja? Ose ku të martohet? Cila kon stidi? Po ty bene di që? Po më të di krejt. Po jo një di ketë, po në Kaçanik cila është? Në Kaçanik se di. Seriozisht se di. Ti e Kaçanikit? Po, e Dubravës. E Dubrava. Cila është kanga që e përcëll një qikën? A e di ti naj kongë? Unë e se di. Qika, e dini na një? Se dini as një? Jo, s'di. A jeni të martume? Jo, unë jo. Ja. Ka më të bëhë ka shkush me mësë. Ja. Shka di ti? Po se di, valla se di. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Adelina. Adelin, je sot në Prishtinë? Po. Për që? Për shef kemi ardhë, po. Adelin, so i ndjekni traditat kosovare, tradicionale, apo so janë harru ato, edhe në regionin e Kaçanikut? Valla na, si familje, i ndjekim, gjithë. I ndjekni? Po. So janë harru të shoqet tua, të kojshit, ose të njerëzit tjerë, ose ku të shkojsh edhe jashtë Kaçanikut, so janë harru që ato tradita? Se janë harru janë harru. Ajo po, mu të shumë është mira, është keq? Jo, keq është. Duhet mi majtë. Mira është mi majtë. A i ke martu vllaznit? Po, kret. Me dasma, me Me tradita? dasma me kret, po. Me taman qysh duhet? Taman qysh duhet. Je vete martu me jo? Jo, nuk jam. Qëfar do të me ba, ki mu martu me tradita? Shishala, kam qef, po. Ki qef. Po. Qëfar do të me pas djali ose princi për më të marrë ty? Çka do të me pas? Po qysh do të më ka një princ për ty? Do të më kanë shqiptar. Për shqiptar, po normal? Po normal, po në jetoj në Zvicër, për ta po tham. Po, okej. Do me thonë, do të më kanë shqiptar? Shqiptar. Do të mi pas këto traditat, mos mi harru, mi ditë qysh duhet, qysh shkojnë, shembull, ku të martomi, kam qef shembull marrë me tupane, Me defa? me defa. A ki me bo qes? Nuk e di. Seriozisht? Po se A di ki na mara ka të tentenet? Po i kam marra. Seriozisht? Po, më pëlqen. Edhe me qitë na përshpjavesh pjamë Po në more, jo, këto? po javnoj, s'ka problem, Seriozisht? po more. Sa mirë. A kine shtri qes këtë martohësh? Po, Ki qef? po, kam qef. Më pëlqen. So veçari je? Nuk kallëzoj. Okej, do me thonë jeni zed. Qashtu, qështu po dukna. Okej. Po, Do me thonë ti donë me tradita mu martu. po. Më pëlqen. Halo se ke gjetë djallin? Jo, dhe i tash jo. Okej, a e merë një djallë me ta gjetë familja? Po, se jo, nëse është djali mirë, djali udhës, e njofim familja, ku ka ma mirë ashtu? E është ma, se Do dim. me thonë nëse e një familja e ki edhe një shtyllë ma shumë, një qëndrim ma të mirë, po. sepse ndarjet po në vinë sot si pasoj e këtime mos vetjes për familjen. Qashtu ashtë. E kështu mu më pëlqen. Do me thonë kur gjëheq. Moj qik po e re edhe po e mirë po folë. Po pse, qështu ashtë. E vërtet është. Po e vërtet është, nuk është diçka. Edhe vllazdini ke martu me dasëm baba që e ka gjetë? Qash, jo ato, dy t'i kanë gjitë vetë. Jo, më duku të tret i kanë gjitë vetë, se kum harru, po të tret, vetë i kanë gjitë. Po amo janë njofë kështu me familje, amo ato vetë i kanë pas gjitë. Okej, që sa ditë kjo anë Kosovë? Valla djem bromje ku ardhë. Seriozisht sa kime nejtë? Në djelën kismet kam e shku apet për Zvicër. Djelën kime shku apet. Ti Adelina të pale, apo? Po. Ajte pa që di? E di se po normal që njofim.
Pa zemrën, Po. trujt Zoti. E Amin. ju të dashur miq, merrni mësim prej kësaj vajze, sepse traditat familjare janë ato që neve na mbajnë si qëndrojmë ashtu qysh na ka hije. Kjo vajzë prej Zvicrës ka në Kosovë edhe don mu martu me tradita. Luma i burë që e merë. Adelin, ta zemrën, trujt Zoti. Faleminderit. E ju të dashur miq që rrini me neve, sepse gjonat e mira i sjellin veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë. E kalëm